Për Ilir Metën rindizën dritat e shpresës për të marrë një mandat në parlamentin e ardhshëm, por ajo që është ndoshta edhe më rëndësishme për momentin për të rifituar lirin. Janë rreth 8.000 vota që e gjithë partia e tij e Liris mundi të grumbullojë në Tiranë për emrin e tij. Ndonse përfaqësojnë gati 1/4 e atyre që ish LSI-ja kishte marrë në zgjedhjet e vitit 2021, mjaftuan që gjatë ditës së dieshme ta ngrenë atë në pozicionin e 3 të listës hapur të koalicionit opozitar, me afro 900 vota diferencë nga kandidati Dojgjani, i cili e pason. Në fakt, nga lista e hapur, PD dhe aleatët marrin vetëm një mandat dhe ai shkon i Rida Tabakut, me mbi 2.000 vota nga i vetmi rival që pati brenda shtëpisë, Ilir Ali Mehmeti, dhe më shumë se 2 fishi i votave të vet Metës. Por atë që nuk ja dhan votat e Partisë së Liris mund t'ja japin 2 emrat që ndodhen në listën sigurt, Tedi Blushi dhe Erisa Xhixho, të 2 njerëz besnik të tij. I pari i katapultuar në drejtimin e partisë, e dyta nga emrat e pak që i shpëtoi spastrimeve masive, sidomos të atyre që u konsideruan si grupi i Monika Kryemadhit, tani më ish bashkëshorte e Metës. Për të shpërblyer besimin, ata tani më duhet bëjnë një sakrificë të japin ndërheqjen nga mandati që të dy. Një lëvizje e tillë do të mirëpritej edhe nga Partia Demokratike, e cila shton me një njeri të saj deputetët në parlament, ndërsa Partia e Lirisë humbet një. Me largimin e 2 përfaqësuesve të Partisë së Lirisë, i pari që përfiton është Ilir Ali Mehmeti, i dyti në listë, duke qenë se ka shumë më tepër vota se Meta, i cili e ndjek. Një skenar i tillë më shpejt se sa ulse në parlament do t'i jepte Metës lirin nga paraburgimi ku ai qëndron që prej tetorit të vitit të kaluar. Neni 71 i kushtetutës përcakton se mandati i deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga Komisioni i Përkatës i Zgjedhjeve. Siç thekson shqiptaria.com në artikullin e saj të dedikuar, në këtë mënyrë Meta nuk pret konstituimin e parlamentit të ri në shtator, por e merr mandatin që me shpalljen nga KQZ dhe automatikisht i hap atij dyert të qelis. Madje një situatë e tillë e favorizon edhe nga një kërkesë e mundshme e Spakut për autorizim për riarrestimin e tij, pasi kjo kërkesë nuk mund të shqyrtohet nga parlamenti aktual, deri në shtator mund të shijojë pa frikë lirin.